në kryeqytet, do të kem Doris Sallaku në këto momente në lidhje të drejt për drejt. Doris, të përshëndes, së pari ku ndodhesh, në cilën qendër numërimi, dhe sa e fortë, le të themi, dhe sa e ndjeshme është gara brenda llojit, gara mes kandidatëve të së njëjtës parti politike, sepse jemi në këtë lloj numërimi tashmë. Julie, të përshëndes, ndodhem në KZZ numër 40 në kryeqytet, që i takon njësisë numër 9, përgatësisht në gjimnazin Sami Frashi, këtu ku prej orës 10 të ditës së sotme ka nisur numërimi për votat preferenciale, apo thënë ndryshe për votat e kandidatëve të cilët janë në listë të hapur të subjekteve zgjedhore. Mund të themi që është një proces i cili po ecën me ritme të avashta, pasi nga 73 qendra që janë në total në këtë njësi kanë arritur jo më shumë se 8 kuti të numëruara dhe 6 të tjera të cilat janë në proces në tavolinë e numërimit pas shpinësime. Duhet thënë që gara tani më është e fortë mes kandidatëve, do doja ta nisja me Partinë Demokratike, aty ku le të themi votat më së shumti në këtë njësi po luhen mes Ilir Ali Mehmetit dhe Jorida Tabakut, por deri më tani me kutitë e hapura, 8 kutitë e hapura, po kurëson Ilir Ali Mehmeti me 167 vota, ndërsa Jorida Tabaku ka arritur të marrë 148 vota. Do duhet parë se si do të shkojë trendi për këto dy kandidatë, të cilët duket se jo vetëm në këtë njësi, por edhe me njësi të tjera të kryeqytetit, darën më të fortë kanë me njëri tjetrin. Për të kaluar më pas në Partinë Socialiste, ku deri më tani po kurëson Erion Braçi, i cili ka arritur të marrë 177 vota preferenciale, ndjekur më pas nga Ervin Hoxha me 126, po ashtu Fatmir Xhafaj rezulton mjaft i votuar në këtë njësi, i cili ka arritur të marrë 96 vetëm nga këto kuti, sërish theksoj, pasi shumica më e madhe e qendrave të votimit tu ende nuk janë hapur dhe pritet të shohim se si do të ndikojnë në rezultat, po ashtu dhe Blendi Gonxha ka marrë 88 vota, por duhet të thënë që këto janë 4 emrat më të votuar të Partisë Socialiste si kandidat në njësi 9 në kryeqytet. Ndërkohë, për sa i përket procesi i cili duket se po ecën me ritme të avashta, kjo sepse edhe vetë numërimi për kandidatët kërkon një kohë edhe më të gjatë, pasi për secilin subjekt zgjedhor, që janë 11 subjekte zgjedhore, bëhet një proces verbal i veçantë dhe më pas bëhet proces verbal i plot për një kuti. Pra për çdo kuti ka 11 proces verbale dhe i ploti 12 në total, kështu që është një proces i cili zgjat, ndërkohë që vëzhguesit e partive dhe subjekteve politike qëndrojnë këtu pa lëvizur për të verifikuar të gjithë votat të cilat lexohen në ekranet që ndodhen pas shpinësime dhe shpeshherë kanë dhe kontestime, por nuk ka pasur ndonjë situatë shqetësuese apo problematike deri më tani, Juli. Faleminderit Doris, ishte Doris Sallaku.